Jezu, Alketa e vogël e thoshe gjithmonë, po unë të dua, Jezu. Do var veten, Jezu, të kuptosh që të dua. Të dua, Jezu. Kështu ka thënë gjithmonë Alketa e vogël. Ndërsa Alketa e madhe thotë ndryshe. Çfarë të bëra, Jezu? Që më orren. Alketa e vogël të deshi aq shumë dhe e madhja. E madhja u kriju e vogël. Për të deshen të dyja. Alketa të nishme thot, çfarë po bën, Jezu? Ti më njoh, unë nuk të njoh. Sepse Alketa e të nishme s'njeh asnjë. Vetëm është shtrën për e shokuar. Nga sirenat e frikshme të Edirejt, doktorit Edirejt. Është e shokuar nga veprimet e Erkenit që si një fare. Është e shokuar nga veprimet e Jezuit që si një fare. Është e shokuar nga veprimet e Druvarit që si një fare. Ju flisin gjithmonë për seksin. Por unë nuk e njoh. Nuk e di që seksi me ju. Nuk di që shprekja me ju. Nuk di që shputhja me ju. Por kur të gjej në mëngjes që natën keni shqyer shpirtin, që puthja për ju është shqyrja e trupit tim. Seksi për ju është shqyrja e organit tim i rrezit forta, çarja mitre. Emocioni ndaj meje është të vrisni trurin Alketës dhe ta fusni në varr. Por kur e fusni në varr, e nxjerrni prapë. Kur e kuptoj që ju veproni me trupin tim ndërkohë që unë jam gjumë. Nuk kuptoj kush jam, nuk e di kush jam. Kush jam unë, Jezu? Jezu, a pse kush jam unë? Nuk të njoh. Do 47 vite unë nuk të njoh. Një vetëm një Jezu në film dhe qaja kur e shija. Si gjithë njerëzit që qajnë kur duan Jezuin në njerëzimit, që dashuron njerëzimin. Unë jam një person në njerëzimit. Nuk të njoh ndryshe, Jezu. Kush jam unë, Jezu, që më mbret? Ndihmova njerëz të tu. Të jetojnë. Kaq bëra. Pse po mbret? Jezu, a pse po mbret?